Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u shpreh i gatshëm të ulet në një tavolinë me homologët e tij, Trump dhe Putin. Një takim mes tyre ka gjas zhvillohet në Hungari së shpejti, megjithse vizita e fundit e Zelenskit në Shtëpinë e Bardhë nuk përfundoi siç pritej. Raportet thonë se aty pati tension dhe përplasje me britma. Kjo sepse Trump thuhet se i ka kërkuar Zelenskit të pranojë kushtet e Putinit dhe t'ia dorëzojë Donbasin Rusisë. Ukrainasi ka refuzuar me vendosmëri duke thënë se Ukraina nuk do t'i dorëzojë asgjë agresorit. Ai kërkon paqe të drejtë, jo dorëzim, derisa dhe Rusia këmbgul që Ukraina të largohet nga rajonet e pushtuara. Tani të gjithë syt janë te Hungaria, por çfarë mund të pritet nga një vend ku kryeministri Viktor Orban njihet për lidhjen e tij me Moskën? Për analizë të plotë, kliko në The Geopost.